I shkatëruar dhe pas një ndërhyrje për shembje apo rikonstruksion, ky pallat në qytetin e Durrësit është një nga gjurmët që ka lënë ende tërmeti i vitit 2019. Banorët e lagjës numër 5 të këtij qyteti janë të shqetësuar se pallati i mbetur gërmall është kthyer në një streh për përdoruesit e lëndëve narkotike. Ata tregojnë se jetojnë çdo ditë me frikën e shembjes së pallatit mbi banesat e tyre, nëse vendi goditet nga një tërmet tjetër dhe i bëjnë thirrje bashkisë që të ndërhyjnë menjëherë. Se ka qenë më lartë ajo atje. Unë gjithmonë kur kaloj e shoh që hyn një çik më poshtë. E thash një ditë gocë se Zoti ruaj tashun këtu se kur bjerë një tërmet, të e mori përpara pallatin. Nata nuk e di, është shumë i lartë. E me se çfarë do bëjnë, menimi jonë është na mytën plerat. Na mytën plerat. Vinë ne me taksi, hudh atje, Nuk e di, nuk kam pikë mëshire për njerëzit. Se hudhen rrugët, pastërtinë e ma populli. Ky nuk është i vetmi pallat ku 7 vite pas fatkeqësisë natyrore shteti nuk ka ndërmarrë asnjë mas, janë 10 në të gjithë Durrësin. Deputeti demokrat Igli Cara thotë se kundërshtimi i mazhorancës për ngritjen e një komisioni hetimor në lidhje me rindërtimin ngre pikpyetje mbi transparencën e procesit. Durrësi ka një realizim shumë të dobët. Shkon në maksimumin 1.5% për këtë 6 mujor, kuptohet. Por kjo tregon të gjitha mungesën e vullnetit të kësaj bashkie për ta pasur rindërtimin në qendër të vëmendjes. Shkërkuar pikërisht hetim parlamentar dhe hetim në Këshillin Bashkiak. Kemi kërkuar të bëhet, por nuk na ka pranuar me forcë kartone, ato kanë gjithmonë refuzuar. Dhe pyetja është, pse kanë frikë që të kontrollohen fondet e rindërtimit? Janë rreth 1.2 miliard euro, nuk janë pak, 1.2 miliard euro, të cilët nuk i dihet fati. Pse nuk pranon si qeveria shqiptare, si bashkia e Durrësit që tretohet se ku kanë shkuar parat? Ndërkohë që mbushen 7 vite nga tërmeti i 26 nëntorit të 2019-s, gjurmët e fatkeqësisë i gjen ende në qytet, ndërsa bashkia e Durrësit nuk është ende në gjendje të përcaktojë një afat për përfundimin e procesit të rindërtimit.